në disa zona, sidomos në rajonin e Prishtinës dhe atë të Pejës, janë evidentuar raste të shumta të votuesve kur kanë hasur vështirësi në gjetjen e vendvotimit, që sa i përket votimit me dokumente të pavlefshme, vëzhguesit e demokracisë në veprim kanë evidentuar raste të identifikimit me dokumente me afat të skaduar në rreth 1/4 e vendvotimeve në nivel vendi, sado që numri i këtyre rasteve për vendvotime mbetet i kufizuar. Fotografimi i votës në anën tjetër vjen të mbetet fatkeqësisht i pranishëm edhe në këto zgjedhje. Deri në ora 17, vëzhguesit tanë kanë raportuar për rreth 25 raste të fotografimit të votës, që si problematik ka qenë e hasur në rreth 4% të vendvotimeve. Sa i përket incidenteve serioze, rastet më serioze të raportuara gjatë ditës, përveç rasteve të fotografimit të votës, ndërlidhen me përpjekje apo tentime individuale të votuesve që të votojnë në emër të personave të tjerë, kryesisht familjarëve të tyre, që si raste janë adresuar në mënyrë të menjëhershme dhe profesionale nga ana e zyrtarëve policorë. Për fund, nëse trendi aktual i pjesëmarrjes vazhdon deri në përfundim të procesit zgjedhor, këto zgjedhje mund të jenë zgjedhje që shënojnë një nga nivelet më të ulta të pjesëmarrjes në zgjedhje parlamentare për gjatë viteve të fundit. Për këtë arsye, demokracia në veprim u bën thirrje të gjithë qytetarëve që ende nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës, të shfrytëzojnë minutat e mbetura për të ushtruar këtë të drejtë.